I keni këto gunga në këmbë, në këtë pjesë të trupit tuaj, mund të jenë shenjë se keni kolesterol të lartë. Kur merrni parasysh shenjat e kolesterolit të lartë, ju ndoshta mendoni për probleme shëndetësore si dhimbje gjoksi ose gulqim. Sidoqoftë, rezulton se një pjesë tjetër e trupit tuaj mund të jetë një tregues serioz se diçka nuk është në rregull. A keni menduar ndonjëherë se çfarë mund të tregojnë këmbët tuaja për kolesterolin e lartë? Nëse keni parë këmbët tuaja kohët e fundit dhe keni vërejtur këto gunga që kruen mbi to, mund të keni një gjendje të quajtur ksantoma. Në thelb ajo që ndodh është se depozitat yndyrore fillojnë të rriten nën lëkurë, duke krijuar gunga dhe kreshta në sipërfaqe. Ksantomat mund të vinë në të gjitha format dhe madhësitë, duke filluar nga njollat e përafërta të ngritura në këmbë deri në gunga të mëdha sa rushi. Ato janë zakonisht të verdha ose portokalli, dhe ato mund të shfaqen individualisht ose në grupime me kalimin e kohës. Për më tepër, ato mund të shfaqen në pjesë të tjera të trupit si duart, gjunjët, bryllat dhe prapanicën tuaj. Ndërsa mund të duken pak të çuditshme ose të rënda, lajmi mirë është se ato shpesh nuk janë të dhimbshme.